Ushtria izraelite ka intensifikuar bombardimet në Gaza, duke shkaktuar më shumë se 20 viktima palestineze. Situata humanitare ka degraduar, me më shumë se 61.700 të vdekur dhe 117.600 të plagosur. Ndërkohë, autoritetet izraelite kanë kërkuar nga banorët e një lagje në Beirut të largohen, duke sugjeruar një sulm të mundshëm për herë të tretë që nga armëpushimi nëntorit me Hezbollah. Përpjekjet ndërkombëtare për të arritur një armëpushim të ri mes Izraelit dhe Hamasit vazhdojnë, me gjithë përfshirjen e Katarit dhe Egjiptit. Grupi palestinez ka paraqitur një vizion për marrëveshje gjithëpërfshirëse, duke përfshirë ndërprerjen e luftimeve dhe rindërtimin e Gazës. Megjithatë, analistët sugjerojnë se sulmet izraelite ndaj Beirutit mund jenë një përpjekje për të vendosur rregulla të reja në rajon, pa pasur provokim të dukshëm nga Hezbollah. Sipas mendimit tim, Izraeli po përpiqet të justifikojë sulmin duke pretenduar se autoritetet libaneze janë shumë më të buta me Hezbollahun, por strategjia e vërtetë dhe e padeklaruar e Izraelit është që të imponojë rregulla të reja loje në rajon, pa pasur ndonjë provokim nga Hezbollahu ditët e fundit, tha Ariz. Në Beirut, mediat lokale raportojnë për një sulm të mundshëm nga dronët izraelit, ndërsa banorët largohen nga lagjet e kërcënuara. Situata vazhdon të jetë tensionuar me pasiguri të thelluar për të ardhmen e rajonit.